Çmimi për kamerë më të mirë i takon Ilir Ahmetit. Ilir Ahmeti, një Gjilanas, merret një kohë të gjatë me xhirimet ndryshme, mbas edhe të filmave që shikojmë edhe sot kësaj dite. E kam një pyetje për ty, Ilir. Ti po e sheh sonte pozicionimin e kamerave për të cilën janë përkujdesur mjeshtrit Astrid Idrisi dhe Agron Vula, që po bëjnë realizimin televiziv, dhe si po duket sonte? A janë të gjitha në rregull? Fal. Po, sonte përshëndes të shokët e mi kamermanat e TV-s të Nishit. Po. Shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe montazherin Lirimin, cili është montazheri i produksionit Video Art, që bën një punë të mrekullueshme dhe gjithë stafin e punës dhe publikun. Dhe më fal se po flas shumë. Sa po mbështeten produktet tuaja nga mediat e ndryshme, lokale dhe Kohëve të fundit mbështeten më tepër, por aton jo që kemi ofruar cilësi kohëve të fundit, po gjithmonë kemi pas cilësi, po tash një të botë pak edhe një politik që të zhvillojnë produksionet vendore, do më thonë, edhe një të botë, do më thonë, këngëtar një tje pak më të vetëdijshëm, që në qoftë se punojmë me produksione vendore, zhvillojmë edhe në vetë. Faleminderit shumë. Ilir Ahmeti, me shumë merita. E përcjellemi një dorë trokitje.